rikthyem përsëri në bisedë me deputeten e qarkut të Shkodrës, Mariana Koceku. Shumë kënaqësi që e kemi sot në studio. Mariana, është një presion, a ndjen një presion për të qenë model për vajzat e reja. Dhe në brenda kësaj pyetje do doja të dija dhe atë vështirësinë që ne nuk e shohim në kamera, nuk e shohim në atë që ti përcjell, por është e brendshme. Ma shumë se presion do thoja që është një sens shumë i fortë përgjegjësie, sepse të kanonit në një post publik drejt për drejt je një role model, qoftë për mirë ose jo për mirë, sidomos për brezin e ri. Në kohë nuk besoj që politika ka servir modelet më të mira të mundshme për rinin apo për shoqërinë në tërësi, po ashtu edhe media, sepse është fokusu më shumë në komercializëm, se sa në të sjellonit një esencë ose një formë edukative dhe kulturore për njerëzit, por menoja shumë rëndësishme që sidomos për rinin, për adoleshentat ku fillon formimi një karakteri më të qëndësishëm, është rëndësishme për me kënë sa e vërtet. Edhe për mua është shumë rëndësishme që pikë parit rinia ta kuptojnë si që kam kuptua dhe one që është forcë e pa diskutueshme leximi, investimi, kultura, ato nuk mundet me t'i marrë askush. Ndërsa veshjet, materializmin dhe çdo gjë tjetër mundet me t'ikë dhe me t'u marrë shumë lehtë. Ndërsa dia, networku, unë qysh e vogël i kam lënë shumë rëndësi të kanonit aktive me organizata jo fitim prurse, për me njohë sa më shumë njerëz dhe për me eduku veten. Vetë edukimi është shumë rëndësishëm, sidomos në kohët e sotit ku po kalojmë ka shumë sfida globale. Drejt. Mariana, çfarë mesazhi ke për shqiptarët e Amerikës që duan të investojnë në zonat rurale? Besoj u bë disa ditë që ti je në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ke takuar mjaftueshëm biznesmen të suksesshëm shqiptar këtu në Amerikë. Çfarë mesazhi ke për ata që duan të rikthehen të bëjnë investime ose çfarë do të thoje ti që t'ju ambushje mendjen të iknin dhe të bënin investime në zonat rurale? Kjo është hera dytë që unë jam në Amerikë, jam kanë edhe para 2 vitesh në New York dhe në Michigan, ndërsa kësaj here kjo është dita e 17, e kam nisë në Washington, në Arizona, në Florida edhe tash në Michigan. Jam e mrekullume dhe e befastume pozitivisht për njerëzit dhe shqiptarët të tana trevave që kam taku dhe du me taku sa ma shumë, sepse shqiptarët e këtyre anëve kanë pas fatin për edhe hallin njëkohësisht që të largohen shumë herët dhe kanë pas mundësinë që të hapin horizonte me kohë që na alo sot po munohena për me i qelë. Dhe unë i vlerësoj shumë dhe e ndjej që dhe shoh shumë qartë azi një dëshirë shumë të madhe të kthimit. Emigrantët padyshim besoj në masë në tonë botën, emigrantët shqiptar janë me kryt mrapa drejt venit të vetë dhe kjo është masë natyrale. Shqipnia ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe ku ma mirë se na bite vetë me investu në atë zonë dhe me vlerësu bite gjitha. Ashtë besoj koha ma mirë e mundshme të pas parasysh se sot tonë bota i ka sytë mbi Shqipërinë, mbi perlat natyrore, historike edhe kulturore dhe unë besoj shumë tek investimi i qëndrueshëm, tek zhvillimi i qëndrueshëm në zonat rurale, në turizëm, por për krah turizmit duhet shkojë edhe blegturia dhe bujqësia, sepse janë 3 sektor të lidhur shumë ngushtë me njëri tjetrin që nuk mund të vazhdojnë gjatë turizmi pa pas një bujqësi të fortë dhe një blegturi të fortë po ashtu. Kështu që kjo le të shërbejnë edhe si një ftesë për shqiptarët e Amerikës që t'ja japin një mundësi të venit vetë. T'ja japin një mundësi sepse ka shumë nevojë, sidomos për ata njerëz që e ndjejnë atë vend, që e dojnë realisht edhe e njohin në të njëjtën kohë. Unë besoj shumë tek potenciali që ka Shqipënia. Ka mangësi, patjetër, nuk them se nuk ka dhe vështirësitë e veta,
por besoj që ka potencialin dhe tana mundësit për me kanë shumë mirë bashkë menimin dhe kontributin e migrantëve që nuk e kanë kursy korë ndaj vendit tonë. Në vazhdën e asaj që a mendon se diaspora rua një rol të madh, a duhet të jetë një rol akoma më i madh në këtë zhvillim në Shqipëri? Dhe në bazë të kësaj, a mendon se duhet të ketë një urë bashkëpunimi mes diasporës dhe zonave të Dugagjinit konkretisht ose të gjithë rajonit të Shkodrës? Diaspora është ambasadorja më e mirë që vendi jonë ka në përballë dhe na ka ngrit emrin shumë nalt prej njerëzve shumë të arritën dhe shumë të suksesshëm që kanë nxjerr mas kalvareve të jashtëzakonshme që kanë kalu emigrantat tonë në përballë prej dekadash. Dhe besoj që janë faktor shumë i fuqishëm që kontribojnë dhe do t'jenë edhe shkas që Shqipnia ka vazhdu dhe do të bëhet edhe më tej pikë referimi dhe faktor stabiliteti i sigurisë, po paqes, po edhe për te kësaj në tanë Ballkanin perëndimor edhe jo vetëm. Dhe lidhja është e drejtë për drejtë sepse janë bitat i veni, flas për krejt Malësit, s'mund t'i ndaj krejt Shkodrën, një vetëm për Dukagjinin dhe pa dyshim që ato zona munden me pas një të ardhme edhe shumë më të mirë me kontributin e diasporës. Mendoj që duhet një kontribut shumë më i madh politik nga institucionet shqiptare për me pas një lidhje më të fortë me diasporën. Nuk mjafton prezenca e shtetit shqiptar vetëm ose politikan me më mirë ta them, vetëm në fushat elektorale apo në kohë zgjedhjesh. Duhet prezencë e vazhdueshme për me kuptu më mirë havet, nuk besoj nevojat. Po, nevojat, por edhe dëshirat më shumë se sa havet që ka ky komunitet për më bë një urë lidhëse e suksesshme midis vendit edhe një komunitetit tonë këto. Në vazhdën e asaj që ti nisi të thoja tani që të gjithë shqiptarët, të gjithë diaspora këtu, komuniteti shqiptare ka kokën pas. Ne jemi bashkëpunues me Shqipërinë kur flasim për votimet, kur kërkojmë ndryshimet. Sa është e mundur që ju personalisht, Mariana, të ngrini zërin për ta bërë të gjithë të mundur dhe më të fortë, që zëri ynë me anë të votës të dëgjohet, të pranohen ndryshimet dhe të kemi mundësinë e komunikimeve. Sepse siç e përmend edhe ti, diaspora këtu ruan një rol shumë të madh për Shqipërinë. Lidhjet tona pa diskutim që duhet jenë më të forta dhe më të mëdha. Por a do jesh ti në një nga pikat e tua, do jetë edhe kjo që ndryshimet që ne duam të na dëgjohet zëri më shumë, duke nisur që nga votimet, sepse këtu krijohet një rrëmuj dhe mos interesim në thonjë dhe gjithmonë nga politika shqiptare për të na dëgjuar dhe për ta dërguar deri në fund atë mendimin që na morën një ditë. Mos të ngelet vetëm te votimet, mos të ngelet vetëm te vota që na kërkojnë, por të vazhdojmë më tej edhe me kërkesat që gjithë komuniteti ka për ta bërë Shqipërinë më të bukur dhe më të mirë. Jam shumë dakord me atë që the. Vetë prezenca jeme këtu sot, këto ditë besoj që tregon qasjen që unë kam ndaj diasporës. Nuk jam me një program politik, është një vizitet njerëzore dhe miqësore, duken se kam shumë mirë, shumë të njohën dhe e njoh mirë potencialin njerëzor pikëpari dhe kulturor të diasporës për te të tjerave. Dhe mendoj që duhen forcu sa ma shumë lidhjet. Unë do vi prap, do vi vazhdimisht, se që thash nuk është hera parë dhe absolutisht nuk do t'jetë e fundit as për këtë vit. Dhe për mu, unë kam një lidhje shumë të fortë me shqiptarët, kudo që janë të tana trevave, dhe kur vi mundohem t'i takoj prej tana qarqeve, pra që këtë të thotë që nuk është një interes politik, se unë dalë për te qarku të më Shkodrës, sepse du me i njoftë, edhe du me i kuptu dhe du që t'jena sa ma të afert me njani tjetrin. Edhe jo këto, por edhe me ne që jena në Shqipnia, që ma te për ne që jena në pjesë politikës tashma, se është shumë e nevojshme që pikëpari me ke një lidhje njerëzore, dhe mandej me vu në pun potencialin e përbashkët që me sjell të mira publike për vendin. Mariana, ku shikon veten në 10 vitet e ardhshme, duke parë të gjitha ëndrat, dëshirat dhe nismën që ti ke marrë? E shoh pjesë të politikës,
dhe e shoh me shumë punë të realizume, por edhe punë dhe plane të tjera për tanë Shqipninë, për te qarkut tëmë. ALP TV USA ka qenë dhe do jetë gjithmonë mbështetëse e të gjithë të rinjve që duan të bëjnë ndryshimet, qoftë në jetën politike, qoftë në drejtimin e turizmit dhe në çdo drejtim tjetër. Do jetë gjithmonë përkrahëse dhe do ketë gjithmonë derën hapur për çdo dëshirë dhe ëndër të tyre që duan ta shpalojnë dhe duan më pas të kenë ndihmën dhe suportin e komunitetit. Mua më vjen shumë mirë që kishim një bisedë sot. Mariana, përmenda në fillim emrin normalsore, por si do dohet kujtohet emri në gjithë të histori? Ka herë ku pyesna me thirr neomalsora, po deputetja thënë më thirr neomalsore se atë e kam ma për zemër. Unë tipari besoj kryesor i karakterit tem është guximi dhe du të mahem men për guximtare dhe për një vajzë që ka lanë gjurmë për mirë në komunitetin e vetë, në vendin e vetë dhe në krejt historinë e Shqipënisë. Kjo është ambicia jeme dhe dëshira jeme. Çfarë të jep më shumë forcë, Mariana? Është politika apo natyra në këtë moment? Duke qenë se tashmë po përjeton edhe politikën dhe natyrën që ti e ke pasur të përfshirë deri para ca kohësh. Nuk jam ba la politikane karriera dhe nuk është politika forca jeme. Besoj se pak kush e ka forcën tek politika, sepse politika ta shtirë energjin, ma shumë se sa ta jep, po forcën tem dhe frymëzimin tem më të madh e gjej tek natyra, tek zona jonë, tek njerëzit dhe aq më tepër tek madhështia e njerëzve të thjeshtë të atij vendi. Më vjen shumë mirë dhe shpresoj që Shqipëria të jetë e hapur gjithmonë për investime të huaja, që Shqipëria të bëhet më e bukur dhe ta njohë e gjithë bota tashmë, me gjitha bukuritë natyrore që i ka falur Zoti dhe me kulturën dhe trashëgimimin që e mbajmë dita ditës. Mariana, unë të falenderoj shumë për bisedën e këndshme që kishim sot së bashku. Shpresoj që zërat e të rinjve të jenë gjithmonë në të njëjtën motiv siç ishte i joti, plot me ëndra dhe dëshira për të ndryshuar vendin tonë dhe për ta bërë sa më të afrueshëm dhe sa më të pranueshëm për të gjithë ne, në mënyrë që të gjithë të kemi mundësinë të kthehemi në rrënjët tona. Të falenderoj shumë, Mariana. Falenderoj shumë për kohën edhe për hapësinën që ma dhat për të dytën herë, edhe si neomalsore, por tashmë edhe si deputete. Shqipnia është një vend i mrekullueshëm dhe për këtë nuk ka nevojë për diskutim, si thosh. Unë uroj që bashkë me kolegët e mi të krijojmë politika që e japin hapësinën dhe aksesin për sa më shumë shqiptarë që me u kthy dhe me pas hapësinat për me zhvillu investimet dhe ëndrat e tyre në atë dhe, se besoj se ëndrat nuk janë askund si tek vendi jot dhe siç e thash edhe më përpara që e ardhmja është te raja dhe këtu besoj shumë. Faleminderit Mariana. Të dashur shikues të ALP TV USA, ndoqët bisedën me deputeten e qarkut të Shkodrës, Mariana Koçeku. Me kënaqësi ndiqeni në kanalet e ALP TV USA dhe gjithashtu në rrjetet tona sociale për të parë biseda të tjera dhe për të njohur më shumë politikën shqiptare dhe jo vetëm këtu në diasporë. Vazhdoni të ndiqni programacionin e ALP TV USA.